në të mirë të Kosovës, në interes Kosovës dhe jashtëzakonisht mbështetëse për Republikën tonë dhe për paqen në gjithë rajonin tonë. Unë jam e bindur se nëse punojmë mençur, do të arrijmë shumë çka në bashkëpunimin tonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitet që vijnë. A mund të ketë kontraefekt tek pjesa e shteteve mike të Bashkimit Evropian? Nuk ka as pak. Ka një lloj përplasje euro-amerikane për shumë çështje, edhe ka një lloj konkurrence për të marrë pjesë të leadershipit në forma të ndryshme, qoftë në rrafshin e NATO-s, qoftë në Bashkimit Evropian ose të lindjes së mesme. A mos krijon ky një moment që thonë presidentja e Kosovës e afërt me Amerikën, por jo shumë e afërt me Evropianët? Unë dua t'ju siguroj që nuk ka krijuar një efekt të tillë. Përkundrazi, unë kam biseduar me shumicën ndërmuese të liderëve evropian, kur e morëm vendimin që të shkojmë në takimin e parë të Bordit të Paqes dhe pastaj edhe pas atij takimi, dhe ata të gjithë jo vetëm që e mirëkuptojnë tërësisht pozicionin e Republikës së Kosovës, por edhe mirëpresin një sukses të tillë të Republikës së Kosovës. E dyta, nuk duhet të harrojmë një gjë. Njësoj si kur këto shtete evropiane, kur e marrin vendimin që e vlerësojnë interesin e tyre nacional, njësoj ka vepruar edhe Republika e Kosovës. Neve na duhet të kemi zë në tryezat ku merren vendime për çështje